Mirë, jemi kthyer në studio të shumiq, vijojmë të mbetemi në Vizion Plus drejt për së drejti në live në mëngjes, ku do të fokusohemi tashmë tek ngjarjet artistike, kulturore që për të vërtetën i duam shumë. Për gjithë fanatikët e muzikës klasike tashmë ka një ngjarje kulturore shumë të rëndësishme në Teatrin Kombëtar të Operës dhe të Baletit prej ditës së nesërme. Kënga e Mjellmës është një spektakël i vërtetë i cili do t'ju mbaj le të themi të gozhduar pranë dy interpretuesve të cilët ne kemi kënaqësinë të kemi ditën e sotme. Bëhet fjalë pikërisht dhe do të themi mirëmëngjes ditën e sotme Etrita Ibrahimi, pianiste, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, ju gjeta. Dhe gjithashtu Artur Vera, bariton, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni këtu. Një shfaqje cilën do ta mbani të gjithën ju. Sa kohë keni që tashmë jeni duke bërë prova për të sjellë ditën e nesërme një rezultat besoj të jashtëzakonshëm? Po, u bë kohë në fakt. Është cikli i tretë që ne sjellim Teatrin e Operës dhe Baletit. Le të themi që një muaj prova të përditshme së bashku. Për te studimit individual, sepse studimi individual fillon përpara. Praktikisht për të kuptuar vepër. Pastaj provat janë të përditshme. Më tepër më qëllon të ri me Etrin në prova se sa në shtëpi. Përfaqëson kënga e Mjellmës në vetvete. Kënga e Mjellmës është një është cikli i fundit në fakt që Schubert i ka shkruar, ai e ka kompozuar në 1828 dhe vetëm pak muaj më vonë është ndarë nga jeta. Prandaj ndoshta edhe titulli Kënga e Mjellmës është kjo tradita që quhet para se dikush të largohet nga jeta. Në formë metaforike dhe Mjellma vetë kur ndahet nga jeta, këndon një këngë. Eksakt. Kjo është ndoshta dhe arsyeja e titullimit të këtij cikli me këtë emër, me këtë titull. Dhe është ndryshe nga ciklet e tjera të Schubertit që kanë vetëm një autor teksti. Këtu kemi dy autor kryesor, plus lidi i fundit është i një autori tjetër. Kemi Rellstab edhe Heinrich Heine. Domethënë janë të ndara këngët, lidet janë të ndara mes tyre. Por të gjitha flasim për dashurin. Nga lidi i parë tek i shtati, flasim për dashurin, për nostalgjin që personazhi kryesor ka për të dashurën që e ka lënë diku, ndërsa nga i teti e tutje është nostalgjia e humbjes së dashurisë, sepse e ka humbur ndërkohë. Pra është gjithmonë bëhet fjalë për dashurin, si në ciklet e tjera, por këtu ndryshimi është që ka më shumë se një autor poezie. Tani Schubertin e s'mund ta gjykojmë dot, por meqense kjo është vepra e fundit që ai ka lënë për muzikën klasike, mund të themi që është vepra më e mirë e tij, për sa kohë është edhe le të themi ajo dora e fundit që i ka dhënë, testamenti i fundit. Domethënë ne kemi interpretuar të trija ciklet tashmë, domethënë deri nesër. Por unë mendoj që ky ciklit i fundit se ka diçka shumë të vështirë. Ndoshta vërtet na ka marrë më tepër kohë se sa dy të tjerët që kanë qenë më impenjativ dhe më të shumtë në numër. Cikli që ne do kemi nesër, Kënga e Mjellmës ka 14 lide, ndërsa për shembull Rrugë Dimërore ka 24. Ne na është dashur të qëndrojmë një orë e gjysmë në skenë pa pushim. Tek Rruga Dimërore. Në interpretim, kemi qenë atje një orë e gjysmë. Ndërsa 14 lidet e Kënga e Mjellmës duhet zgjasin diku tek një orë. Por nuk e di pse janë kaq të vështira pikërisht sepse kanë një filozofi të thellë, ndoshta edhe në tingull. Kulmon në serenatën e Schubertit, të famshme serenatën e Schubertit. Dhe doja të thoja që është ky udhëtari, është një personazh udhëtari në të gjitha ciklet e Schubertit, që merr një udhëtim shpirtëror, si thua, filozofik brenda vetes së tij. Gjithmonë për këtë dashurinë, për humbjen, për reflektimin dhe për ne të dy bëhet ndonjëherë e vështirë që ta përkthejmë tingullin në mesazh, në emocion. Pra, nëse unë edhe Brikena mendonim që kishim një punë të vështirë për një orë e gjysmë, po ne kemi reklama ndonjëherë në mes, nuk keni fare. Jo, ne nuk kemi reklama, jemi
aty non-stop edhe duhet të përçojmë tek publiku natyrisht atë që autori apo autorët në këtë rast kanë dashur të sjellin dhe kjo është më e vështira se nuk bëhet fjalë thjesht për të luajtur nota, se notat luhen, por duhet vënë aksioni dur, eksakt. Përse u zot pikërisht ky autor për ta sjellë si premierë absolute në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, me gjitha këto vështirësi për cilat po flasim? Kam përshtypjen se na ka zgjedhur vetë autori, sepse ne kemi filluar bashkëpunimin ton para disa vitesh në një koncert që u bë në teatr me artistët e rinj dhe me Artur duke qenë se gjendemi shumë mirë edhe pavarësisht moshës tonë të ndryshme, gjendemi shumë mirë edhe si mentalitet pune tjerë, patëm vendosur të këndonte Arturi unë të luaja 2-3 lide nga Schuberti dhe pam që na ngjiti që atëherë si autor, si muzik dhe si vjetë në shkurt, thamë se mos bëjmë të komplet ciklin Rrugë Dimërore. A i shkoj shumë mirë, pastaj thamë të bënim të dytin, i cili ishte Mulli Xhesha e bukur në Qershar, dhe duke qenë se edhe Mulli Xhesha shkoj shumë mirë, atëherë të vazhdojmë me të tretin që është pikërisht Kënga e Mjellmës. Këto janë 3 ciklet kryesore të Schubertit, pastaj ai ka shkruar më shumë se 600 lide, kështu që janë shumë, por 3 ciklet kryesore janë këto dhe kështu që menduam t'i kompletonin. Si ka pritur publiku këto 2 të para, 2 bashkëpunimet tuaja të para, për të kuptuar se si do të shkojë edhe bashkëpunimi i tretë? Ndonjëherë ekziston në vendin tonë ose në përditshmëri ideja që publiku ynë, si të thuash, nuk është se reagon shumë, është si të thuash pasiv ndaj një lloji muzike të caktuar, po ne jemi habitur kur kemi parë që për 1 orë e gjysmë nuk ka folur askush, nuk ka lëvizur askush, kanë qenë që të gjithë të vëmendshëm për gjithë shka që ka ndodhur dhe tepër të ngrohtë për të na pritur me duar trokitje të zjarta në fund. Si të thua, shpërblimi i gjithë punës për ne është vëmendja e tyre dhe dashuria që kanë për muzikën. Unë do thosha që shumë mirë. Dhe këtë ndjesi presim përsëri. Kështu ka ndodhur edhe në qytetet e tjera, se i kemi bërë jo vetëm në Tiranë, i kemi bërë edhe në Beratën në Vlorë, dhe ka qenë po i njëjti reagim, e njëjta pritje, kështu që edhe këtë cikël mendoj që do ta çojmë edhe në qytetet tjera, sepse duke parë reagimin e publikut. Dhe nisa them që u bë vite tashmë që Teatri Kombëtar i Operës së Baletit po bën më së miri për sa i përket veprave që sjell, qoftë në balet, qoftë në muzikë. Megjithatë, a ka Shqipëria një publik domethënë të kultivuar, të sigurt të muzikës klasike dhe më pas le të ketë nga ata që e kultivojnë shihen rrugës edhe kanë një qasje graduale ndaj muzikës klasike? Konsiderohet më ai publiku elitar që vjen në operë apo kushdo po bëhet pjesë? Si e gjykoni? Ka publik të ndryshëm, domethënë unë kur kam ardhur, se kam jetuar jashtë shtetit shumë vite dhe kur kam ardhur në Shqipëri para 15 vjetësh, kam gjetur një publik që nuk ishte shumë i mësuar ndoshta, apo nuk i frekuentonte shumë, sidomos koncertet e muzikës së dhomës si në këtë rast, por me kalimin e kohës kam vënë re një rritje të publikut dhe ajo që unë personalisht kam vënë re është rritja e publikut të ri, të themi, domethënë e moshës, pavarësisht se rinia sigurisht 20 vjeçarët preferojnë diçka tjetër, megjithatë ka dhe të rinj që vinë në opera, pavarësisht se Arturit i duken pak gjithmonë. Është i pak kënaqur. Është i pak kënaqur nga kjo. Unë më tepër jam i pak kënaqur nga, domethënë, nuk e marrin mundimin të lexojnë përpara. Kjo është çështja. Po, kanë pak informacion për veprën para. Kjo është e gjitha. Do më pëlqente shumë që përpara se të vinin të shikonin një vepër, të lexonin dhe të merrnin informacion. Kjo është vetëm për të rinë, të thua Artur, apo ndodhet edhe tek brezi pak më i madh, ndoshta që është mësuar më shumë Tek brezi pak më i madh, unë kam vënë re kur kam qenë publik vetë që ato broshurat Fetpalosit i hapin përpara, i lexojnë, ndërsa kështu nuk ndodh me brezin. Ju keni disa vite që bashkëpunoni, po keni edhe vitet gjithë secili që ka punuar, ndoshta e drita pak më shumë, por edhe Arturi tashmë u bë kohë që interpreton. Sa e konsideroni ju këtë vepër si një sfidë personale? Që nga sfidë për të dy atë. Është, sepse është vazhdo. Jo, është sfidë për të dy pikërisht. Për partin pianistik është shumë e vështirë, por edhe për vokalin, sepse të dy janë në një unitet
interpretativ të jashtëzakonshëm dhe pikërisht për gjetur këto lloj balancash ne punojmë çdo ditë. Dhe teknikisht për të dy është e vështirë. Nuk ka lidhje me operën kjo gjë. Këndimi i lideve nuk është operistik. Pra ju them njerëzve që kur të vinë për të dëgjuar lide nuk kanë për të dëgjuar opera. Lidet janë këngë në gjuhën gjermane, por brenda, si thua, është një lloj këndimi deri diku lirik, por tepër të butë, tepër të ndjerë, me më tepër rëndësi në këtë rast merr poezia, merr teksti. Dhe prandaj bëhet e vështirë kjo gjë, si të thuash, për një këngëtar lirik që të shkojë në këtë interpretim poetik, le të thuash. Po, është formë e tillë. Le të themi që është një aktrim nëpërmjet zërit të kënduar. Domethënë, si zhanër tjetër. Është një zhanër tjetër, është një shkollë më vetë. Tani e treta ndoshta për Arturin është më e thjeshtë, sepse i ka mësuar gjitha këngët. Dhe në rastin më të keq do dalin nga situata vetë. Në rastin tënd për shembull ke partiturën përpara. Çfarë ndodh në rast se nuk gjen faqen e dur, të ke një incident në skenë. Më ka ndodhur në koncert tjetër duke luajtur një sonatë për violonçel Brahms, për violonçel e piano, dhe në atë nxitime sipër për të kthyer faqen më janë kthyer dy faqe bashkë, kështu që ekziston gjithmonë mundësia sepse live-i sigurisht që ka papriturat e veta. Thjesht kthejmë faqen Brahms dhe kapa, domethënë kështu në ajër, po ajo është eksperienca që të bën të dalësh nga situata, sigurisht, sepse nuk jemi robot, nga njëherë edhe roboti, kompjuteri bllokohet, kështu që ndodhin edhe gjëra, incidentet themit vogla, por që kemi mësuar të dalim nga situata. Eksperienca ju ka bërë që të dili nga çdo situatë. Të po diskutonim dje, apo ankohesha që miku një rrokje. Një rrokje nga një fjalë, mos, tha Artur, nuk është kompjuter, jemi njerëz. Po, edhe prandaj dhe emocioni vjen bukur, sepse vjen nga edhe gabimet e vogla ndonjëherë kanë atë bukurinë e tyre. Sidomos unë kur jap lajmet që bëj gjithmonë gabime, është live. Tani, shfaqja fillon nesër është premiera apo jo? Në cilin orë? Nesër është premiera. Nesër në orën 7. Orën 7. Është vetëm një shfaqje. Vetëm një shfaqje? Vetëm një. Ju kap një momentin. Vetëm një shfaqje, sepse koncertet zakonisht janë vetëm nga një, ndërsa shfaqjet operistike apo baleti janë më shumë se një. Normalisht është një orë këndim, nuk mund të bëhet dy. E qartë, po tani, domethënë duket e pamundur që të punosh kaq shumë kohë, pra një muaj e gjysmë se punoni ju vetëm për një shfaqje. Për një shfaqje, prandaj dhe kemi dëshirën që t'i çojmë edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Aq më tepër që pam edhe në muajt që kaluan reagimin e publikut. Po në kështë të drejtë nështë edhe për publikun në Tiranë që ndoshta nesër nuk mundet dhe mos ketë një shansë të tillë. Është menduar diçka e tillë ndoshta për ta rikthyer? Ndoshta mund ta rikthejmë në një moment tjetër, sepse edhe kalendari i operës i teatrit është tepër i ngjeshur. Po sepse janë edhe festa tashmë, janë festat, kemi koncert pas ne kemi nesër, pas nesër ka një koncert tjetër, me datën 27 po ashtu, kështu që janë. E qartë, po jam kurioz, duke qenë se vjen nga fusha e teatrit, zakonisht për të rikthyer një shfaqje do duhet punosh paktën në varësi të kohës, si ti e ke shkëputur shfaqje, më duhet punosh paktën një javë për të rikthyer një shfaqje me të një trupe relativisht të madhe. Në rastin konkret, ju për ta rikthyer këtë shfaqje pas disa kohësh, do duhet punoni sërish nga e para? Po, patjetër. Jo nga e para në mësim, por në një ripërsëritje. Duhet ripërsëritur gjëja dhe sa herë që ripërsëritet gjen diçka të re, e plotson, pastaj gjen që shiko se kjo fjala pas ka pas një s në fund dhe unë nuk ja kam vendosur. Këto janë. Dhe a varet interpretimi jot, Artur, nga gjendja jote emocionale? Pra se si ti ndihesh të themi këto kohë dhe për të performuar nesër në premier? Patjetër që po. është gjithçka e lidhur me anën emocionale të artistit. Përpiqen të mos kem. Jeti në gjendjen tënde më të mirë? Jam mirë. Përballë kësaj sfide profesionale dhe personale më pas nëse gjendje. Jam mirë, përpiqemi të dy të jemi mirë, sepse nuk bëhet vetëm, domethënë cikli lidi është i pashmangshëm nga pianisti, nga uniteti me pianistin në që ka mund të Flori. Po, marim nga humori njëri tjetrit. Nëse nuk është mirë njëri, nuk është mirë as tjetri. Kështu që, po përgjithsisht përpiqemi të ndihmojmë njëri tjetrin që të jemi mirë, domethënë, kjo. Shumë interesante kjo. Kjo agjende ngjeshur që na thatë që ka tashmë teatri, operës dhe baletit, ju përfshin edhe ju, keni të tjera shfaqje ku do të jeni apo
ky ka marrë fokusin më të madh dhe do të merrni pak pauzën tuaj, si... Për momentin jo, për momentin kemi këtë koncert dhe më pas do shohim vazhdimin, po dhjetorin e kemi të lirë, të themi të lirë. Në thonjza, sepse është periudhë përgatitje për diçka tjetër, do të thënë një opera apo një koncert tjetër që kemi ato... Po gjithmonë duhet pak pushim pas këngës Mjellës. Po me qytetet e tjera, ka plane konkreta, po thjesht e keni menduar duke qenë se keni parë një publik të interesuar, le të themi? Jo, për momentin ne po përgatisim këtë që kemi nesër dhe pastaj më tutje do të mendojmë për ta çuar diku tjetër në qytetet... Shkodër ose në Korçë do ishte një mrekulli. Po. Shumë kënaqësi ju kishim sot, edhe për mënyrën se si erdhi kjo intervistë, për gjitha ato sekretet që ju zbuluat të profesionit, dhe ju urojmë suksese ditën e nesërme. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë në një promo shumë të shkurtër për rikthyer sërish në studio.